Përshëndetje miqtë mi, si që jemi duke lexuar tashmë për disa kohësh librin Neville Goddard, Fuqia e Vetdijes, nga Neville Goddard. Jemi pikërisht në numrin 15, edhe kurora e mistereve. Supozimi i dëshirës së përmbushur është anija që ju transporton nëpër detet pa njohura deri në përmbushjen e ëndrrës suaj. Për të kuptuar se çfarë kemi lexuar më përpara, mundet thjesht të ktheheni tek live-i. Unë do ta vendos edhe linkun e live-it që kishim ditën përpara në përshkrim, në mënyrë që ta kuptoni se çfarë po përpiqemi të lexojmë. Dhe çfarë po përpiqemi të shpjegojmë e të kuptojmë në fund të ditës. Supozimi është gjithçka, realizimi i nënvetëdijshëm dhe pamundim. Supozojeni një virtyt nëse nuk e keni atë, thot William Shakespeare tek Hamleti. Veproni mbi supozimin se tashmë e zotëroni atë që e keni kërkuar. E lumja ajo që besoj se do plotësohet çka ishte thënë prej Zotit. Luka 1:45. Siç është ngjizja e papërlyer themeli i mistereve të krishtera, kështu edhe supozimi është kurora e tyre. Psikologjikisht, ngjizja e papërlyer nënkupton lindjen e një ideje në ndërgjegjen tuaj të pandihmuar nga një tjetër. Për shembull, kur e keni një dëshirë, uri ose përmallim të veçantë, është një koncept i papërlyer në kuptimin që asnjë person fizik ose send nuk e mbjell atë në mendjen tuaj, pra është i vetë konceptuar. Sa të thella pas kanë qenë këto punë. Janë bërë luftra të tëra për të hedhur poshtë ose për të ngritur lart një koncept që në fund të ditës mbetet thjesht koncept dhe nuk është kuptuar kur ashtu siç është në të vërtetë. Dhe as më vjen shumë inat kur as nuk më duhet sikur nuk e marrin as mundimin për ta shpjeguar ashtu siç duhet. Çdo njeri është maria e ngjizjes së papërlyer dhe duhet i jap lindje idesë së tij. Supozimi është kurora e mistereve, sepse është përdorimi më i lartë i ndërgjegjes. Kur në imagjinat e supozoni ndjenjën e përmbushjes së dëshirës, ju ngriheni mendërisht në një nivel më të lartë, kur me këmbguljen tuaj, ky supozim bëhet fakt aktual. Automatikisht e gjeni veten në një nivel më të lartë, domethënë e keni arritur merakun tuaj, në thonjza, në botën tuaj objektive. Supozimi juaj i drejton të gjitha lëvizjet tuaja të vetëdijshme dhe të nënvetëdijshme drejt përfundimit të tij të sugjeruar në mënyrë kaq të pashmangshme sa që në fakt i dikton ngjarjet. Drama e jetës është psikologjike dhe e tëra shkruhet dhe prodhohet nga supozimet tuaja. Mësojeni artin e supozimit, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të krijoni lumturinë tuaj. Mësoni artin e supozimit, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të krijoni lumturinë tuaj. Sa prej jush, përfshirë edhe mua, kur përballemi me një situatë stresuese, supozojmë të gjitha gjërat e këqija. Të gjitha gjërat e këqija. Nuk i japim asnjë moment për të supozuar sikur kjo gjëja ka përfunduar në mënyrën më të mirë. Jo, përkundrazi, mendja njerëzore duhet të ecë si një tren i çmendur pa frena, pa asnjë gjë, thjesht duhet të ecë me, nuk e di, domethënë me atë vrullin e vet drejt çdo gjëje që mund të shkojë keq. Po imagjinoni pak se sa e lehtë ka qenë, sepse thotë mësojeni artin e supozimit. Mësojeni, pra, domethënë nuk është diçka që ti thjesht lind edhe e ke këtë gjë. Sepse unë e di se ne ndikojmë gjatë gjithë kohës nga gjithë të tjerët, edhe jemi duke parë se si mendojnë prindrit tanë, duke parë se si mendojnë të tjerët rreth nesh, duke menduar gjithkohës më të keqen. Edhe pastaj ti thjesht të përfshin kjo lloj vorbulle dhe ti vazhdon dhe mendon gjithmonë më të keqen. Dhe thot, vetëm në këtë mënyrë mund të krijoni lumturinë tuaj, pra mësojeni ju këtë gjë dhe filloni krijoni lumturinë tuaj. Krijoje ti. Shumë e këndshme kjo. Fuqia personale
vetëdorëzimi është thelbësor, edhe me këto nënkuptohet pranimi pa fuqisë personale. Unë nuk mund të bëj asgjë nga vetja, Gjoni 5:30. Me që krijimi ka mbaruar, është e pamundur të detyrosh diçka të futet në qenie. Shembulli i magnetizimit i dhënë më parë është një ilustrim i mirë. Nuk mund të krijosh magnetizëm, ai mundet vetëm të shfaqet. Nuk mund të bëni ligjin e magnetizimit. Nuk mundemi ne të krijojmë gravitetin. Nuk mundemi ne të nisim të krijojmë gravitetin. Ne e dim që në subkonsciencën tonë ekziston dhe nuk e kemi shumë të lehtë për të imagjinuar njerëzit e makina duke fluturuar dhe imagjinojmë duke ecur në tokë dhe ai shfaqet sepse ne ashtu e imagjinojmë, supozojmë. Nuk e kemi të mësuar që dikur njerëzit fluturonin lart e poshtë, të pa qenë të lidhur me tokën. Me fjalë të tjera, dorëzoheni se ja lëshoni rrugën ligjit, pra ne thjesht i dorëzohemi këtij fakti. Dhe nuk e vrasim mendjen që shikon, ndoshta do të ekzistonte në një moment të caktuar që gjithë njerëzit thjesht të thoshin dua të iki këtu, edhe të niseshin si në Neverland, edhe të shkonin dhe të fluturonin. Domethënë si në ai shullin e Askundit, që është me Peter Panin dhe Këmborën dhe gjitha të tjerët. Por madje edhe te Këmbora, përveç Peter Panit, që e merrte pluhurin e zanave nga imagjinata e tij, Këmbora ose Tinkerbelli, ose nuk e di se si mund ta Trilli, siç mund ta njohin disa, e shkojnë dhe marrin pikërisht të pluhurin e zanave nga një pemë. Domethënë është gjithçka e lidhur me natyrën. Në të njëjtën mënyrë, kur e përdorni aftësinë e supozimit, ju jeni në përputhje me një ligj që është po aq real sa ligji që rregullon magnetizimin. Nuk mund ta krijoni dhe as ta ndryshoni ligjin e supozimit. Pra ti nuk e krijon, ti nuk është se të duhet që të krijosh nga fillimi, ti thjesht të duhet ta mësosh. Mësojeni artin e supozimit, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të krijoni lumturinë tuaj. Pra ju duhet thjesht ta mësoni këtë gjë, nuk ju duhet që të krijoni, nuk ju duhet të bëni asnjë lloj ndryshimi, pra pa lëvizur as gishtin më të vogël, ti mund të ndryshosh jetën tënde. Pikërisht në këtë drejtim jeni të pafuqishëm, pra për të krijuar ligjet e natyrës. Sepse në fund të ditës as nuk ju duhen për t'i krijuar. A janë aty, mjafton t'i përdorni, mjafton ti ta vini trurin në punë për ta përdorur. Vetëm mund të lëshoni rrugët të përshtateni dhe me qenë se të gjitha përjetimet tuaja janë rezultati supozimeve tuaja me vetëdije ose pa vetëdije. Se kjo është vërtet shumë e rëndësishme, me vetëdije ose pa vetëdije, ka dhe supozime që thjesht ju vijnë nga mënyra se si jeni mësuar duke operuar deri më tani. Vlera e përdorimit të ndërgjegjshëm të fuqisë së supozimit sigurisht që duhet të jetë e qartë. Identifikoni me qejf me atë që e dëshironi më shumë, duke e ditur se do të gjej shprehje përmes jush. Lëshoni rrugë ndjenjës së dëshirës së përmbushur dhe glabëroni si një viktim prej saj, pastaj ngrihuni si profet i ligjit të supozimit. Ai momenti kur ti thjesht duhet të hedhësh një hap në besim, a leap of faith, nuk e di nëse e keni dëgjuar në këtë mënyrë, të hedhësh një hap në besim, thjesht të besosh verbërisht që kjo gjëja arrihet, është e jotja dhe ti je thellësisht mirënjohës për të, dhe të duhet vetëm që të hedhësh të hapin në besim, totalisht, edhe ta lejosh veten, edhe sikur të biesh në humner, edhe sikur të ngrihesh të fluturosh, thjesht duhet ta hedhësh atë hapin në besim. Po më kujtohet tani ai momenti kur është Blue Macao që do të fluturoj, por nuk di të fluturoj, sepse nuk i është mësuar që të fluturoj. Edhe në momentin e parë hidhet, edhe pastaj bie shumë poshtë, edhe pastaj thjesht i duhet që të hap krahët edhe të fluturoj, dhe pastaj vetëm kur e sheh që ka përqellin. Edhe janë këto gjërat vërtet që ashtu duhet ta lejosh veten, thjesht të biesh, ta dish që mundet edhe mos shkoj mirë, por ajo dëshira jote duhet të mbaj gjallë dhe pastaj të ngrihesh si profet i supozimit. Domethënë të shkosh direkt në pikën tënde më të lartë. Do shihemi në një video tjetër, po sërish nesër.
duke qenë se e di unë edhe në live-in që pata ditën para ishte vetëm pak minuta, sepse vetëm sa lexova 2 pjesë, madje jam përshëndetur shumë pak me personat të cilët komentuan, të cilët më duhet i falenderoj në këtë moment, sepse vërtet e kuptuan që shiko, Mira është e përqendruar në këtë gjë, edhe hajde ta dëgjojmë më shumë se sa të flasim dhe të komentojmë, se ndonjëherë përfshihemi në debate gjëra pa lidhje fare, që s'kan lidhje me temën, që s'kan lidhje me asgjë, por kjo ndodh edhe për faktin që unë shpesh herë kam lënë temën të lirë dhe kemi pasur mundësi që të flasim, por dua vërtet përqendrohemi shumë te kjo pjesë, te ky libër, që edhe ne të përpiqemi të marrim më të mirën, ta përfundojmë këtë libër sa më shpejt jetë mundur, në mënyrë që të arrijmë të përcithim sa më shumë prej këtyre mesazheve, të arrijmë të kuptojmë sa më shumë prej tyre. Tema që nga për ditën nesër, që nga vërtet shumë e bukur, se thotë të gjitha gjërat janë të mundshme, dhe imagjinoni pak se sa e mrekullueshme është, pra të mos kesh frikë të ndrosh edhe diçka që të gjithë njerëzit mund ta quajnë, po kjo është e pamundur, por jo, nuk është e pamundur për ty, mjafton që ti ta imagjinosh atë që thotë të gjitha gjërat janë të mundshme. Do të shihemi sërish nesër.